1600 persona ende të pagjetur, mbi 1500 fëmijë në moshën 18 vjeçare të vrarë, mbi 20.000 të mbjetuar të dhunës seksuale, mbi 1 milion qytetar të dëbuar nga shtëpitë e tyre, mbi 500.000 shtëpi të djegura bashkë me shkolla, spitale, institucione, rreth 3.000 dëshmorë dhe mbi 3.000 të plagosur. Këto nuk janë vetëm statistika, janë plagë të hapuna, janë familje që presin, janë nana që se din ku e kanë vajzën apo djalin, janë fëmijë që u rritën pa prind, janë gra që e mbajnë dhimbjen si barë të heshtur, janë qytete të tëra që u zbrazën me dhunë. Prandaj, për të dëbuar dhe ati që u ngrit për ta mbrojtur shtëpinë, me një luftë pushtuse dhe një luftë çlirimtare. UÇK-ja nuk lindi për të marrë tokë tuaj, lindi për ta mbrojtur shtëpinë e vet, nuk lindi për dominim, po për liri. Është e vërteta historike që nuk mund të relativizohet kurrë. Thirrjet tona për drejtësi e jo politik nuk janë kundër askujt. Janë për dinjitetin ton kolektiv. Ne nuk mund të pranojmë që proceset që zhvillohen në emër të popullit të Kosovës të përdoren për të barazuar agresorin me viktimen, apo për të mjegulluar karakterin çlirimtar të luftës tonë. Nëse drejtësia devion nga parimet e babarazis dhe panshmëris, dhe kur gjyqi në hak thirret dhe vepron në emër të popullit të Kosovës, atëherë ne këtu drejt i themi qartë, jo në emrin tim, jo në emrin ton. Drejtësia nuk mund të jetë selektive, nuk mund të jetë e dirigjuar, ajo duhet të jetë drejt, transparente dhe barabartë për të gjithë. Vetëm atëherë mund të flasë në emër të një populli. Qytetarët duan drejtësi dhe jo politik. E sot, nga kjo ditë e pavarësisë, ne dërgojmë një mesazh të qartë për ata që gjenden në Hag. Për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin dhe të gjithë të tjerët, ju nuk jeni vetëm. Pas ju shëndron një kombi ton, pas ju shëndron historia, sakrifica jon, liria jon. Ata nuk janë vetëm, ky është vetëm fillimi, nuk do të ndalemi kurrë. Drejtësi jo politik.